pas marrë pjesë te këngët e Stinës, kanë qenë dikur këngët e Stinës, kanë qenë top festet që bëheshin dikur, kanë qenë pjesëmarrëse. Të ka marrë malli për ato top festet? Ja. Top festet? Ja, s'ka marrë. Për këngët e Stinës, po. Çfarë mban mend aty te këngët e Stinës? Ose çfarë mund na kujtosh në një detaj, në një emocion, në një moment që ti e shikon që mund të kesh zëlluar një moment që ke zëlluar më shumë midis gjithë këtyre të tjerave, që më mban ti kulmin tënd në këngë, po. Ke një këngë tjetër, s'ke një këngë? Asnjëherë? Ra fjala, unë duhet ta kisha nisur në fakt. Me ikjen e shpatit nga jeta, Kasapit, ai ka qenë për mua një mik i mirë. Wow. Janë emocione, eh? Po, dhe vitin e parë që unë kam marrë pjesë të këngët e Stinës, aty e kam njohur shpatin, ai fitë çmimin e parë. Që në 2000-shin, nuk e di, më thëmë sa i bie. Dhe kam dashur shumë. Të shkoj të përlotur Renata edhe e disha në emocione kështu se. Dhe Shqipëria ato kishte diçje për atë njeri. Ai nuk ishte vetëm artist, ai ishte ëngjëll. Unë që e njoh nga afër. Ai ka qenë njeri mrekullues. Ai duhet i. Për shpati në fakt e gjithë estrada shqiptare flet kështu edhe vërtet një njeri shumë pozitiv që transmeton tek këtë gjë edhe nëpërmjet ekranit edhe patjetër që ka lënë një mungesë shumë të madhe në fakt në tregun shqiptar, artistëve, publikut edhe të gjithëve. Kush ka qarë për atë?